Normalisht që kjo ndeshje ishte vlerësuar maksimum. Djemtë ishin shumë të mobilizuar dhe u mundun shprehin vlerat e tyre më të mira gjatë gjithë lojës, por unë duhet të veçoj sidomos pjesën e dytë, e cila nuk ishte në ritmin e pjesës parë, ku lojtarët e mezit fushës, si mas udhëzime që u lashon që të luanin sa më shpejt dhe sakt me topin, ata gabuan dhe ne u ndëshkuam me 2 momentet e golave të ekipit të Shiroks. Goli i tretë është një pakujdesi përsëri në rreshtim i skuadrës tonë. Përpara golit tretë të ekipit të Shiroks, ne kena humbur një rast flagrant te via fatale Ragami, nuk mund ta imagjinoj domethënë se si mund të humet ai rast. Po ashtu edhe golat në pjesën e parë me Laçen dhe me të Zaren, të cilët ishin raste flagrante me vijën fatale. Në përgjithësi unë nuk jam i kënaqur për sa i përket ritmit të skuadrës në pjesën e dytë. Por unë vlerësoj shpirtin luftarak të lojtarëve mbrojtës, të cilët përveç Kaçajt, i cili sot nuk paraqiti vlerat e tij, ishte jashtë forme. Mendoj që skuadra jonë është një ekip për të mund, pavarësisht se ne humbëm 3-1, këtu nuk mund të lë pa përmend edhe faktorët e tjerë, të cilët e prishin futbollin tonë në këtë garë, që e cila mendoj që do të jetë fair play për gjitha ekipet, mos të stimulohet për mrapsht, ku arbitrat të ndikohen nga ndërhyrjet. Dhe unë e shikoj këtë garë, nëse vazhdon kështu, më mirë, sepse ekipi që ka dalë është Valbona dhe ne tjerë të luftojmë për mbijetesë. Pavarësisht se ekipi që do të dalin, të lodhet kush don dhe të bëjnë çfarë don, është përformuar për dalë, është ekipi i Beslidhjes. Dhe ne duhet luajmë futboll fair play. Kjo është ajo që mendoj unë për futbollin, të argëtojmë njerëzit, e pa sa shumë kishin ardhur njerëz sot, dhe ne mundohemi të tregojmë fair play dhe mos kemi çfaqje dhe gjëra me njëri tjetrin në fushën e lojës. Profesor, vetëm java e tretë e kampionatit, ka mjaft nesër javë dhe Beleqiku ka treguar se luan futboll. Mos ndoshta jeni pasa i revoltuar nga humbja dhe... Jo, absolutisht. Në vazhdimsi mund të keni të tjera... Absolutisht. Nuk ka një keq interpretim në aspektin e humbjes lojës, por unë e kam me lojtarët e mi, të cilët nuk shfrytzuan rastet që kishin pjesën e parë, ku loja mund të ishte pa egzagerim 3-0. Edhe në momenti kur ekipi kundërshtar po dominonte lojën 2-1, në avantazh ne patëm rastin për ta barazuar lojën. Dhe direkt pas humbjes së rastit të Ragamit, ekipi kundërshtar na shënoi. Po nuk bane, pra ligji pa shkruar ta ban kundërshtari gol. Por sot tha që është përjetuar Beslidhja për të dalë. Është përjetuar nga investimi i bërë apo normalisht kur flas për të dalë, normalisht me kontingjentën e lojtarëve dhe mbështetjen që ka nga bashkia dhe nga aksesorët e tjerë, të cilët ndihmojnë për daljen në kategorinë e parë. Me çfarë shërimi është Beleqiku këtë? Beleqiku ju shikoni që përveç Banushit dhe Çokajt, të cilët janë lojtar plejadës ka hershme, pra janë edhe më të mirë në fushë, tregojnë domethënë potencialin e tyre. Ne punojmë me 3 të cilët akoma nuk e kanë atë potencën për të kapur vendin dhe për të kontribuar për ekipin e Beleqikut. Pra ekipi i Beleqikut është për të rradhit në mesin e lartë të tabelës klasifikimit. Jo në arshëm, me ke luan? Ne kemi ekipin e Tërbunit Puks. Një derbi tjetër perior. T'ja lam javës dhe të shikojmë se si do përcipitojnë situatat në vazhdimsi. Një pjesë e parë profesor shumë një patë derbi të rastit, tamam që thava ti, që mund të shkojë edhe 2-3-0. Po me fillimin e pjesës së dytë çdo gjë në shaj, nota mungesa e mezit fushit që shumë domethënse, ka thënë ti parë, që aty çaloi ekipi, aty morri vendin Vuçi me kompani dhe aty humb nesha tamam. Normalisht që unë thash, sa filloi pjesa e dytë, gabimi i Laçes në mezin e fushës, pa asnjë lloj trysnie, asnjë lloj presionit, në vend që ta shtyj topin përpara e kthen topin mbrapa, aty pa kujdesi rishkiti e ka me një mbrojtësit, i jep avantazhin, domethënë sulmuesit për të shënuar të barazu rezultatin. Dhe masana ana psikologjike normalisht sa vite u ranote nga ekipi jonë. Unë ndeshjet me një ekip debutues si Shiroka se ka vetëm pak një vit e gjysmë që është formuar. Cila është përshtypja juaj për këtë skuadër? Normalisht që mbështetja është e mirë.
skuadra është e re, ka dhe lojtarë të mirë, por jo në ekip, dhe më thënë, që kushtet diqa që i bani diferencen, duke pas parasysh edhe mbështetjen e arbitrave, unë them që ndeshja sot nuk ishte për dalë 3-1 për Shirokën, por loja ishte e barabartë.